Një ndërhyrje të re shtetërore paralajmëroi kryeministri Edi Rama në tregun e karburanteve, në mënyrë që luhatjet në bursë, sikurse ka ndodhur gjatë ditëve të fundit, si pasojë e luftës në lindjen e mesme, të mos kenë ndikim të dukshëm tek çmimet brenda vendit. Do të finalizojmë krijimin e një faktori shtetëror me impakt në tregun e brendshëm të naftës, i cili do të luajë rolin e stabilizuesit të tregut, do të ndikojë në rritjen e transparencës së çmimit, si dhe do të garantojë furnizimin në treg, duke pasur në mbështetje një kapacitet shumë të rëndësishëm, siç është garancia sovrane. Derisa të realizohet kjo, tregu do të monitorohet nga task forca e ngritur nga Ministria e Financave, që veç karburanteve do të monitorojë me kujdes edhe çmimet e ushqimeve. Nga njëra anë me qëllim rritjen e kontrollit në tregun e hidrokarburave dhe parandalimin e çdo rritje abuzive të çmimeve të karburanteve, dhe nga ana tjetër për të studiuar me shpejtësi edhe një ndikim mbi fenomenin abuziv të rritjes së çmimit të ushqimeve. Veç pasojave të luftës në rritjen e çmimeve, Rama foli edhe për imunitetin e Ballukut, që me votimin në parlament të njëjtën e quan çështje të mbyllur. Zëra që thonë se mbrojtja që u bë përmes 82 votave të socialistëve do të dëmtojë integrimin, i quajti Dokra Hiri. Arresti si masa më e rëndë e sigurimit do të jetë mjeti i fundit, nuk mund të jetë mjeti i parë. Dhe duhet shtoj këtu se të gjitha ata që vuan kujën për integrimin, këta janë në rastin më të mirë qesharak, në rastin më të keq janë jo vetëm ignorant, po janë dhe shumë të ligjë. Por unë ju siguroj që në asnjë mënyrë rruga jonë drejt antarësimit nuk është bllokuar dhe nuk do të bllokohet për këtë shkak. Është e vërtetë që kemi pasur një diskutim shumë konstruktiv me disa partnerë, të cilët kanë një opinion të ndryshëm, të tjerat, kur thoshte atë qerifishta, janë Dokra Hini. Dërsa vendimi gjykatës kushtetuese për TikTok, Rama tha se ishte i panevojshëm në kushtet kur aplikacioni u rihap me një sër filtrash. Ne kemi sot në zotërim fal atij bllokimi, filtra algoritmik apo të verifikimit moshës, kemi një sër masash që lidhen me gjuhën e dhunës, me vetë gjuhën shqipe që s'ishte fare në radarin e TikTokut deri në atë kohë. Në fund, Rama garantoi se për portin e ri tregtar dhe ushtarak në Porto Romano, qeveria është gati të kalojë një plan të shpejtë dhe agresiv për të garantuar fillimin e ndërtimit të portit, për të cilin tha se është vënë në dispozicion edhe i gjithë buxheti i nevojshëm.